Me emër të Allahut, mëshirues dhe përdëlimtar i madh. Elir lam mim. U mundën bizantinët në afërsitë e tokës arabe, por ata pas thyerjes së tyre, me siguri do të fitojnë. Brenda 7-9 disa vjetëve, me të vërtetë, vendimi i Perëndisë është para humbjes dhe pas fituries. Dhe atë ditë do të gëzohen besimtarët. Premtimin e Perëndisë ai ndihmon këtë dojë dhe ai është i plotfuqishëm dhe mëshirues. Ky është premtimi i Perëndisë, e Perëndia nuk e thën premtimin e vet, por shumica e njerëzve nuk e dinë. Ata dinë vetëm anën sipërfaqësore të kësaj jete, ndërsa për jetën tjetër janë të pakujdesshëm e indiferent. Vallë, a nuk mendojnë ata për vetveten? Perëndia ka krijuar qiellin dhe tokën dhe ato që gjenden në mes tyre vetëm me qëllim dhe afat e caktuar. Me të vërtetë, shumica e njerëzve nuk besojnë në takimin me Zotin e tyre. Vallë, a nuk kanë udhëtuar në përbote të shohin se si kanë përfunduar popujt e mëpashëm? Ata kanë qenë me të fortë se këta dhe tokën e kanë shfrytzuar dhe punuar më mirë se që e punojnë këta, e pejgamberët e tyre u kanë sjellë argumentet e qarta. Perëndia nuk u ka bërë atyre zullum, por ata vetvete si kanë bërë zullum. Pastaj, përfundimi i atyre që punuan keq, që e keqja e madhe, nga se i përgënjeshtronin ajetet e Perëndisë dhe talleshin me to. Perëndia e fillon krijimin prej asgjëje, e pastaj e përsërit pas vdekjes, dhe pastaj tek ai do të ktheheni. Atë ditë kur të arrijë çasti dita e Kiametit, njerëzit e këqij do të mbesin shpeshkëputur. Ata nuk do të kenë ndërmjetës nga idhujt e vet, dhe ata do t'i mohojnë idhujt e tyre. Atë ditë kur të arrijë çasti i ringjalles dita e Kiametit, atë ditë ata do të ndahen. Ata që kanë besuar dhe që kanë punuar vepra të mira në kopshtin e xhenetit do të jenë të gëzuar. Ata që kanë mohuar dhe përgënjeshtruar ajetet tona dhe takimin e ditën e Kiametit, ata do të hohen në zjarr. Larsoni Perëndin kur bie muzvu dhe kur gëdhin drita. Dhe për të është falënderimi në qiell dhe në tokë, në mbrëmje dhe në mesditë. Ai krijon zjerr të gjallin prej të vdekurit dhe krijon të vdekurin prej të gjallit dhe e gjallëron tokën pas vdekjes shkretërimit të saj, po ashtu edhe ju do të nxjerreni prej varreve të ringjallur. Dhe prej argumenteve të tij është që ju krijuat prej dhëut, pastaj për një herë jeni bërë njerëz dhe jeni shpërndarë në të gjitha. Dhe njeri prej argumenteve të tij është që prej jush janë krijuar femrat, që të qetësoheni pranë tyre dhe që në mes jush të lind vendosë dashuria dhe mëshira. Me të vërtetë, në këtë ka argumente për njerëzit që mendojnë. Dhe njeri prej argumenteve të tij është krijimi i qiellve dhe i tokës dhe llojshmëria e gjuhëve tuaja dhe ngjyrave tuaja rasave. Me të vërtetë, në këtë ka argumente për të diturit. Dhe njeri prej argumenteve të tij është gjumi juaj, natën dhe ditën dhe kërkesa juaj nga dhuntit e tij. Me të vërtetë, në këtë ka argumente për njerëzit që dëgjojnë. Dhe njeri prej argumenteve të tij është paraqitja e vetimës, frikë dhe shpresë, e që ua dërgon shiun prej qiellit, që me të gjallërohet toka pas shkretërimit të saj. Me të vërtetë, në këtë ka argumente për njerëzit që mendojnë. Dhe njeri prej argumenteve të tij është që qielli dhe toka qëndrojnë sipas udhërit të tij, pastaj kur t'ju thërret ai me një të thirrur nga toka, ju atëherë, për një herë do të dillni do të ringjalleni. Dhe atij i përkasin çka ka në qiell dhe në tokë. Të gjitha i përulën atij. Ai krijon prej asgjëje dhe ai e përsëriti atë, për të kjo është shumë lehtë. Atij i përkasin virtytet në të larta në qiell dhe në tokë. Ai është i plotfuqishëm dhe i gjithdijshëm. Ai u ka sjell një shembull prej vet jush, ai janë shok me ju, sllëvërit tuaj, në furnizimin ton që u kemi bërë juve, e ju jeni të njëjtë në furnizim, dhe ju i druani atyre sikur që i druani njeri tjetrit. Si atëherë me bëni shok mua? Ja, kështu ne, ua shpjegojmë argumentet tona, njerëzve që mendojnë. Por, zullumçarët, nga padjen janë ndjekin qefet e veta. Kush do ta udhëzoj atë që e ka humbur Perëndia? Dhe, për ta, nuk ka kurfar ndihmësi. Drejtohemi për kushtin në fenë e drejtë, krijimtarinë e Perëndisë, sipas të cilës ai ka krijuar njerëzit. S'ka ndryshim në krijimtarinë e Perëndisë. Kjo është fe e drejtë, por shumica e njerëzve nuk e dinë. Duke i drejtuar atij Perëndisë, ruajuni atij dhe falni namazin e mos u bëni si ata që i bëjnë shok atij. Si ata që fenë vete kanë përçarë dhe janë ndarë në grupe, e çdo grup është i kënaqur me atë që ka para vetes. Kur njerëzit i godet ndonjë e keqe, ata i lutën Zotit e vet, duke ju kthyer vetëm atij, e pastaj, kur ai t'u jap të shijojnë mëshirën e tij, atëherë një grup prej tyre i bëjnë shok Zotit e vet, për ta mohuar atë që u kemi edhe ne. U thuhet atyre, kënaquni me që së shpejti do ta dini. A mos vallu kemi dërguar ne atyre ndonjë argument që flet për atë që më bëni mua shok ata? Kur ne t'u japim njerëzve ta shijojnë dhuntin, ata gëzohen me të, e kur t'i godas fakëqësia për atë që e kanë punuar duart e tyre, atëherë e humbin shpresën. Vallë, a nuk din ata se Perëndia i jep furnizim të gjerë dhe ja pakson kujt të doj. Me të vërtetë, për këtë ka argument për njerëzit që besojnë. I jepi ata afërmit të drejtën e tij,
edhe të varfërit edhe udhëtorit që kanë ngel në rrugë. Kjo është nëse mirë për ata që e duan kënaqësinë e Perëndisë e të tillët janë të shpëtuar. Të hollat që jepni për t'u shtuar me të hollat e njerëzve tjerë nuk do të shtohen te Perëndia, kurse çkado që të jepni nga lëmosha për të arritur kënaqësinë e Perëndisë, të atillëve do t'u shumë fishohen të mirat. Perëndia është ai që ju ka krijuar e ju ka dhënë furnizim, pastaj ju vdes e pastaj ju ngjall. A ka ndonjë nga idhujt tuaj që bën diçka kësaj? Ai është i lavdëruar dhe i lartësuar nga ajo që ata i bëjnë shok atij. U shfaq nga tëresa në tokë dhe në depërat që punuan duart e njerëzve, që t'u jap të shijojnë pjesë nga ajo që kanë punuar për t'u kthyer ata në përmirësim. Thuaj o Muhamedi, udhtoni nëpër botë, shikoni si ka qenë përfundimi i të mëpashmëve, shumica e tyre kanë qenë idhujtar. Drejtohuni me përkushtim në fenë e drejtë islamizmin, para se të vijë prej Perëndisë dita që nuk mund të shtyhet nga askush. Atë ditë ata do të ndahen. Ata që nuk kanë besuar, mohimi është në dëm të tyre, e ata që kanë punuar vepra të mira, vetes i kanë përgatitur të mira. Ata që kanë besuar dhe kanë bërë vepra të mira, Perëndia do t'i shpërblejë nga dhuntit e veta. Ai, me të vërtetë, nuk i dëmohesit. Dhe njëri prej dokumenteve të tij është dërgimi i erërave si ari quese, që të shijonin nga mëshira e tij, që ania të lundrojë me udhërin e tij, që të kërkonin nga dhuntia e tij dhe që të jeni mirënjohës. Dhe me të vërtetë, na kemi dërguar pejgamber para teje, te popujt e tyre, e ata u kanë ardhur atyre me argumente të qarta, e i kemi ndëshkuar ata që kanë bërë mëkate, e për ne është që t'i ndihmojmë besimtarët. Perëndia është ai që i dërgon erërat, që ato t'i lëvizin rrete, e ai shpërndan ato në përqell si të doj dhe i copton ato në pjesë, e t'i sheshin si bie prej tyre. Me të mund të adhuroj këtë dojnë nga robërit e vetë, e atëherë ata gëzohen për njëherësh. Edhe pse, me të vërtetë, para se t'u vje shiu, kanë qenë të dëshpëruar. Andaj, shikoj gjumet e mëshirës së Perëndisë, si e gjallë randokën pas shkretërimit të saj. Ai, me të vërtetë, do t'i ringjallë edhe të vdekurit dhe ai është i pushtetshëm për çdo gjë. Dhe, sikur të dërgonim ne, furtunë, e ata të shihnin që çdo gjë është zverdhur, edhe pas kësaj do të mbeteshin mohues të dhuntive. Me të vërtetë, ti o Muhamedi, nuk mund të bësh i vdekuri dhe as i shudhëtit të dëgjojnë tirjen kur ata ta kthejnë shpinën ty duke u larguar, dhe ti nuk mund ta udhëzosh të verbërin nga humbja e tij. Ti mund të bësh të dëgjojnë vetëm ata që besojnë në ajetet tona, dhe ata janë muslimanë të vërtetë. Perëndia është ai që ju ka krijuar prej një dobësie, pastaj, pas dobësisë, u ka bërë të fuqishëm, e ju ka bërë, pas fuqisë të dobët dhe pleqë, ai krijon çka të dojë, ai është i plotëdijshëm dhe i pushtetshëm për çdo gjë. Dhe, atë ditë kur të arrijë çasti i Kiameti, betohen mëkatarët, se në varr tokë kanë qëndruar një kohë të shkurtër. Kështu ata shmangen nga e vërteta. Mëkatarëve, të cilëve u është ditëria dhe besimi, u thonë, ju, me të vërtetë, keni qëndruar aq sa ju ka caktuar Perëndia në libër, deri në ditën e ringjalljes, e ja kjo është dita e ringjalljes, por që ju këtë nuk e keni ditur. Atë ditë, atyre që kanë bërë zullum, nuk do t'u bëj dobi arsyetimi, as nuk do t'u lejohet që të kërkojnë falje. Dhe, me të vërtetë, në këtë Kurani, na u kemi sjell njerëzve gjithfar shembuj. Sikur ti, t'u sjellsh atyre çfarë do argumenti mrekullie, ata mohuesit, me siguri, do të thonin, ju jeni vetëm të degeneruar. Ja, kështu, Perëndia u avullos zemrat atyre që nuk dinë. Durët i o Muhamedi, se me siguri, premtimet e Perëndisë janë të vërteta dhe le të mos mashtrojnë kursesi ata që nuk besojnë.